Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se Shqipëria nuk mund të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian nëse nuk realizon reforma të thella në sistemin e shëndetësisë. Në një takim me studentët e mjekësisë, Berisha ka theksuar se një nga problemet kryesore që ndikon në sistemin shëndetësor është largimi masiv i mjekëve për shkak të pagave të ulta. Sot ne kemi mjek 4 herë më pak se mesatarja e Bashkimit Evropian. Në vitin 2013 ne kishim një mjek për 600 banor, sot kemi një mjek për 1100 banor. Bashkimi Evropian ka një mjek për 300-350 banor. Në përgjigje të këtij shqetësimi, Berisha ka premtuar dyfishimin e pagave për mjekët dhe infermierët, duke konsideruar këtë si një hap të nevojshëm për të parandaluar largimin e mjekëve dhe për të përmirësuar shërbimin shëndetësor. Ne do të dyfishojmë buxhetin për shtetësinë, do të dyfishojmë buxhetin për arsimin. Së dyti, nuk do mund të kesh mjek as infermier në spitalet apo në shërbimin tonë, në qoftë se nuk i paguhen ata shumë mirë. Ne zotohemi të dyfishojmë rrogat për mjek dhe infermierët. Një tjetër masë që Berisha ka propozuar është ndërtimi një fakulteti të dytë të mjekësisë për të përballuar nevojën për staf të kualifikuar. Do të hapim detyrimisht një fakultet tjetër mjekësie. Nuk përballohet. Kanë ikë në vit 1000. Imagjinoni ju kur dalin pension këta të këtij viti. Ne shkojmë drejt një shterrimi të frikshëm të personelit mjekësor. Ndaj dhe ne. Kryetari i Partisë Demokratike ka premtuar gjithashtu anulimin e ligjit, detyron studentët e mjekësisë të punojnë për disa vite në Shqipëri, duke cilësuar këtë ligj si antidemokrat dhe diskriminues. Nuk pritet as Strasburgu, as një lloj vendimi, ai është një ligj që Shqipëria duhet të ndahet prej tij. Tani keni bërë një pyetje, keni shtruar një koment këtu. A ndikon profesioni i mjekut? Në lidhje me tarifat e larta për studentët e mjekësisë, Berisha ka premtuar ulje të konsiderueshme të tarifave, duke siguruar se ato do të jenë më të ulta se 1/4 e atyre që janë aktualisht. Që tarifat ju garantoj që do t'jenë jo më shumë se 1/4 e këtyre që janë sot. 1/4. Ju keni tarifat më të larta në Europë. Ai ka akuzuar qeverinë për korrupsion në sistemin shëndetësor, duke e cilësuar atë si mafian më të zezë që merr jetë njerëzish. Mafia më zezë është mafia e sistemit shëndetësor, sa ajo ka të bëjë me jetë njerëzish. Ajo merr jetë njerëzish, ajo kushton jetë njerëzish, dhe ajo është më keqja. Dhe ne do ta shpëtojmë shëndetësinë tonë dhe sistemin tonë nga kjo mafie. Shumë faleminderit. Berisha ka përmendur gjithashtu investimet e Partisë Demokratike në sistemin e shëndetësisë, duke përfshirë blerjen e pajisjeve të reja për spitalet dhe përmirësimin e shërbimit ndaj pacientit. Ai ka theksuar se partia e tij është e angazhuar për të sjellë ndryshime të shpejta dhe të prekshme për përmirësimin e kushteve të shëndetësisë në Shqipëri.